Dhe vijojmë, unë do t'ju qoj goxha për para në kohë, në fakt nuk është goxha për para në kohë, por ditët ecin shpejt, me sa duket, sidomos të kësaj afrohemi fundit të vitit. Dhe Krishtlindja e përgatitjet për të në këtë vit, mendoj unë duhet fillojnë herët. Kjo përveç faktin që është një Krishtlindje e cila ndodh një herë në 100 vjet. Pse pikërisht kjo është një detaj i rrallë i këtyre Krishtlindjeve, sepse do të ndodh në datën 25 i 12/2025. Për herë të parë, pas plot 100 vitesh, dita dhe viti krijojnë të njëjtin model numrash, 25, një përputhje që nuk ka ndodhur që prej vitit 1925 dhe që nuk do të përsëritet më deri në vitin 2125. Tani, lind pyetja, pse konsiderohet kaq e rëndësishme? Është një lloj sinkronie kalendarike e rrallë dhe ndodh vetëm kur numrat e ditës dhe të vitit përputhen në mënyrë perfekte. Për shumë njerëz, këtë rastësi numerike ka një lloj magjie vizuale që lidhet me simbolikën e festave, ndërsa për të tjerë është thjesht një datë estetikisht e këndshme që krijon ndjesinë e një momenti unik. Në botën moderne, ku viraliteti shpesh lind nga detajet të vogla, një datë si kjo patjetër që do të marrë vëmendje, sepse kombinon traditën e një feste të rëndësishme botërore me një kuriozitet kalendarik që ndodh vetëm një herë në 100 vite. Kështu që nëse keni diçka për të manifestuar, Krishtlindja e këtij viti do të ishte perfekte. Paktën për ata që besojnë tek numerologjia, apo qoftë edhe për ata që ky kombinim i datave i duket estetikisht shumë perfekte dhe i bukur. Për të shkuar tani nga Krishtlindja, dhe unë e di që një pjesë e mirë kanë filluar ta bëjnë shtëpinë gati, ka nga ata që nisin që prej këtyre datave, duke vendosur pemën, duke bërë ato zbukurimet, ka nga ata që presin fillimin e dhjetorit, po megjithatë mbetet njësoj e rëndësishme dhe më rëndësishme ndër të gjitha është fakti që festat përtej mënyrës se si organizohen dhe përtej kuptimit të tyre na bashkojnë me njëri tjetrin në një botë të zhurmshme që lëviz çdo ditë.